Ja, ku po rikthehemi sërish me gjurmët edhe për ditën e sotme pranë ekraneve tuaja. Në fakt, si çdo ditë mundohemi të sjellim ato fenomene që ndodhin në shoqëri. Fatkeqësisht jo gjithmonë janë gjëra të bukura për cilat flasim, po ndonjëherë kështu na vjen radha që të flasim edhe për gjëra të bukura, gjëra pozitive në shoqërinë tonë, kështu që kur i kemi këto mundësi duhet i kapim, sepse aq shumë jemi të ngarkuar me lajme negative dhe me ngjarje negative që ndodhin në vend, saqë ndonjëherë harrojmë që edhe gjërat bukura na ndodhin në përditshmëri. Dhe në fakt do flasim mbi një vepër sot. Nuk do flasim mbi dashurinë apo romancë, po do flasim mbi një vepër e cila lind nga përditshmëria, nga përvoja e përditshme e një personi, nga përjetimet individuale të tij, të cilat ne do i flasim sot, por që janë të përmbledhura. Në fakt, secili nga ne e thot nga një thënie, qoftë në rrjetet sociale, po e lëm aty diku, ose ndonjëherë janë edhe të pavëmendshme, mirë po ja që kur dikush i grumbullon të njëjtat, edhe sidomos kur janë ato personale, bëhet një vepër e bukur, mbi të cilën pastaj mund të lexosh edhe fillon edhe hyn në mendime. Por gjithsesi do flasim me autorin e veprës në sot pak më konkretisht, me Sabria Azirin këtu në studio, autori i veprës Tingujt e Kozmosit. Mirë se na erdhët. Mirë se ju gjeta, faleminderit për mundësinë, kohën dhe hapësirën. Unë kisha pak mundësi para se të fillojmë të lexoj disa thanje, dhe në fakt nuk mundesh ti, kisha ati momenti kur e lexon edhe pastaj thellohesh edhe thumë nga dalë, se tash s'është momenti për të thellu, duhet dalë. Po pavarësisht që janë tyjat personale, këto rezonojnë duket me jetën e secilit. Libri është përmbledhje e thanjeve të mia autentike, ka disa vite që i mbledh dhe i shkruaj, por e dini në jetë kur nuk ndodh ajo që duam ne, ndodh ajo që duhet, dhe mendoj se tash ishte momenti i dur për t'i marrë të gjitha, për t'i mbledh dhe për t'i shkruar. Ideja e librit nuk është që unë t'i ndryshoj njerëzit, po ideja e librit është që njerëzit ta marrin këtë copë të shpirtit tim ose shpirtin tim në duart e tyre, dhe ta marrin, ta lexojnë të, ndoshta do ta gjejnë veten aty, ndoshta do të nxjisë ndonjë ndryshim tek njerëzit. Me ndryshimin e njerëzve në anën pozitive, mendoj se me kështu vepra do të mundohemi që ta ndryshojmë edhe botën me pozitivitet dhe me energji pozitive. Unë thash që nuk keni patjetër i vetmi që shkruani ndonjë thënie, ndonjëherë ne edhe i marrim prej dikujt tjetër thëniet edhe i publikojmë, po nga erdhi secili ishte momenti që thatë ngadalë se këto thënie që unë po i shkruaj, pse mos t'i ruaj dikund edhe pastaj ndoshta një ditë bëhet një përmbledhje. Unë që i vogël kur kam qenë, kam pas dëshirë dhe më kanë intriguar ato thanje të cilët parët tanë brez pas brezi i kanë trashëguar, edhe që atëherë më kanë intriguar dhe më kanë interesuar. Kam filluar ka dikun rreth 10 vite që i shkruaj, zakonisht i kam shkruar në rrjetet sociale me vetëm një ide që mos të më humben dhe mos t'i harroj dikun. Edhe pastaj kam marrë, kam grumbullu, i kam mbledh që të gjitha thanjet janë prej përvojës të përditshme, përvojës jetësore. Unë vi prej një institucioni ku shërbimi për kujdesja dhe humaniteti është në vend të parë. Unë vi prej klinikës së pulmologjisë në Shkup, edhe disa prej thanjeve janë si burim i bisedave dhe frymëzimi mes pacientëve. Për çdo ditë në orar të punës ne atje kemi vizita që i bëjmë me pacientët, edhe janë shumë të këndshme ato bisedat me ta, me përvojat e tyre jetësore, me hallet e tyre, me problemet e tyre. E keni parasysh se ndonjëherë ne kemi nevojë që dikush vetëm na thotë, "Okej, do të jetë mirë, mos u merakos." Kjo shpesh herë neve na mungon, edhe ne përkujdesemi për pacientët tanë që t'ja ofrojmë ndihmën, përkujdesjen, bisedën, fjalën e mirë, fjalën e butë, fjalën frymëzuese. Thot kështu, fjalë më e mirë se fjalia të dua është fjalia "këtu jam për ty", kështu që kujdesemi për pacientët tanë dhe për shëndetin e tyre. Definitivisht ne do flasim për mjekësinë edhe pak më tutje dhe do zgjerohemi pak më shumë te mjekësia, mirë po t'japim edhe pak vëmendje kësaj veprës, Tingujt e Kozmosit. Jemi vetëm ca ditë pas një udhëtimi shumë të rëndësishëm rreth hënës të Artemis 2-shit edhe direkt lidhet edhe me librin. Pse Kozmosi? Unë mendoj se në çdo njeri brenda ka një kosmos i cili dikush e hulumton më shumë, dikush më pak, dikush më thellë, dikush sipërfaqësisht.
Ne, si qenje njerëzore, tër jetën kërkojmë diçka prej botës, prej jetës, po unë mendoj se atë që e kërkojmë pikërisht ne kemi brenda tek ne, edhe duhet të punohet për çdo ditë që atë të mirën, të bukurën ta zhvillojmë dhe ta rrisim dhe ta kultivojmë për çdo ditë. Ne si që kujdesemi se si do të dukemi, duhet të kujdesemi edhe si ndihemi, sepse përhapja e energjisë negative është sëmundje, dërsa përhapja ose shpërndarja e energjisë pozitive është bekimi i Zotit. Kështu që duhet të kujdesemi për çdo ditë ta nxjerrim më të mirën prej vetes. Kosmosin ne e kemi brenda nesh. Kur ta krijojmë ne atë balansin, ose kur ta krijojmë ne atë mirësinë ose rehatin, paqen me veten, atëherë ne nuk do të kemi problem me askën, nuk do të kemi problem me botën, sepse ne do të jemi një dritë e cila do të shndrit dhe do të shpërndajë pozitivitet. Unë mendoj që është një prej gjërave më të rënda, ndoshta që ne mund të bëjmë në raport me veten, është me arrit paqen me vetveten edhe me qenë të qetë me atë se kush jemi ne. Keni arrit ju këtë? Unë mendoj se kam arrit, dhe mendoj se lufta më e ashpër dhe më e rëndë është lufta me vetveten. Kështu që ne kemi punë me njerëz për çdo ditë, me njerëzit të cilët punojmë, me njerëzit të cilët bashkëpunojmë, me njerëzit me të cilët jetojmë kështu me radhë, me rrethin ku jetojmë. Mirë po është një teori, është autentike dhe unë them se në jetë ata njerëz të cilët arrin të na i prishin disponimin, të na i prishin buzëqeshin, na bëjnë të ndihemi keq, vetëm na kanë fituar 1-0. Edhe kur kemi kontakt me njerëz të cilët shpërndajnë energji negative dhe për çdo ditë na fitojnë 1-0, në fund të muajit ne nuk kemi energji, ne nuk jemi produktiv. Kështu që duhet të krijohet një mur i cili na mbron neve prej njerëzve të cilët e kanë ushqimat. Secili në fund të ditës ka një numër amës të veten, mirë po jo tek unë ose jo taj tjetri. Sa e bukur kjo që ta që në momenti kur ne lejojmë që ndjenjat e dikujt tjetër të ndikojnë tek ne kemi humbur vetë se më... Ajo më varet vetëm prej neve, unë mendoj se më varet vetëm, sepse unë në libër edhe këtë flas vetëm prej përvojës, sepse në jetë mendoj se më së miri shëron ai i cili ka qenë më së shumti i lënduar. Ne formohemi si njerëz, ne funksionojmë pak më ndryshe momentin kur fillojmë të gjitha disfatat, të gjitha humbjet, të gjitha plagët, të gjitha lotët, të gjitha dështimet, ti përjetojmë si mësim, ti përjetojmë si përvojë. Derisa nuk i përjetojmë si të tilla, ne kemi probleme me veten, kemi probleme me natyrën, ndoshta edhe me Zotin, ndoshta edhe me rrethin që na rrethon. Kështu që mendoj se në religion është apo djalli edhe është engjulli. Për bindjen time, djalli është të keqen që ne e ushqejmë brenda vetes dhe engjulli është të mirën që ne e ushqejmë brenda vetes. Kështu që njerëzit atë që e konsumojnë për çdo ditë ose e përdorin ose si energji ose si kimi, ajo ju ndikon në disponimin e tyre. Në fakt, nga krejt kjo që ju e thatë, vim në përfundim që është në dorën tonë se si do e bëjmë jetën dhe si do e qojmë jetën. Unë mendoj se është vetëm në dorën tonë. Sekondën kur ne lejojmë disponimi jonë të varet prej dikuj tjetër, ne kemi dështuar. Sepse njerëzit, shumica e njerëzve kanë problem me rrethin ose me njerëzit tjerë sepse nuk e kanë zbuluar kosmosin brenda vetes. Nuk e kanë zbuluar dhe nuk e kanë hulumtuar të mirën brenda vetes. Ne kemi kontakt për çdo ditë me njerëz dhe njerëzit kanë predispozitat që të ndryshojnë, të bajnë si vetvetja në atë aspektin që mos ta prishish atë mesataren e njerëzve. Mirë po njeriu duhet të jetë autentik dhe duhet të jetë vetvetja. Bota ka predispozita për me na ndryshu dhe të jemi njësi të gjithë, mirë po në libër është një thanjë, thotë refuzo, po ja u citoj, refuzo të bëhesh si të gjithë, vendos të vlesh më shumë se të gjithë. Ajo bëhet vetëm me punë, ajo bëhet vetëm me vepra, edhe bëhet kur ne konvertohemi në blet, shumë pak fjalë, po shumë punë dhe përkushtim. Asa e rëndë është të bëjmë i blete, a gjduam në të flasim, sidomos të marim në përgoj, po s'kemi që bëjmë, është një mani e shoqërisë le temi. Unë mendoj kështu, sa më shumë ne merremi me të tjerët,
ne nuk kemi kohë të merremi me veten. Dhe sa më shumë ne merremi me veten, ne nuk kemi kohë për të tjerët. Ky emisioni është mirë që ta ktheni edhe një herë pastaj, edhe gjitha këto thënie ti shkruani, ti mbani mend, ose edhe më mirë ta merrni librin dhe i keni gjitha brenda. Libri është në 2 gjuhë. Është në shqip dhe në maqedonisht, thënjet janë të përkthyera. Më thuaj, ka ndonjë qëllim, është e qëllimshme ky moment? Libri është në 2 gjuhë sepse ne në shtetin ku jetojmë dhe në gjithë gadishullin ballkanik, ne kemi ndarësi mes vete dhe predispozita mundësisht edhe ajrin të ndajmë, mirë po dëshira ime ka qenë që me veprën ose me hapat e mi, edhe lexuesve shqiptare dhe maqedon që jap një mundësi ku ata ndoshta dikush do të frymëzohet që ta mëson edhe gjuhën, se ne kemi gjeneratat e reja të cilët janë shqiptar, për fat të keq ndoshta nuk e flasin gjuhën maqedone shumë mirë. Tek maqedonasit ata e flasin shumë pak gjuhën shqipe dhe është një mundësi e mirë që të frymëzohen dhe ta mësojnë edhe gjuhën. Kjo është qëllimi. Unë du të di nëse lexohet një thënie në shqip dhe lexohet e njëjta thënie në maqedonisht, mund të marrim ndjenja të ndryshme, keni përjetuar këtë te vetja? Kjo është përshtat që të jetë nuk mundet kështu njëjtë të përkthehet sepse gjuha prej gjuhës normal dallon, po është përshtat në gjuhën shqipe ta ketë atë kuptimin autentik në gjuhën shqipe dhe në gjuhën maqedone në kuptimin autentik. Kështu që ndjenjat janë pak a shumë të njëjta të cilat i japin shprehjet. Ka shprehje të preferuar këtu tënden që ndoshta e ke shkruar një herë dhe ka mbet kështu e preferuara? Një prej thanjeve më të preferuara të mia është citoj, nëse ndonjëherë në jetë e ktheni kokën mbrapa dhe dëshironi të ktheheni mbrapa, atë ta bani vetëm për të marrë hovë dhe fuqi për të ecë përpara. Sa e bukur kjo. Faleminderit. Domethënë, edhe nëse duam t'i kthehemi historisë, ajo është vetëm ta marrim një fuqi më të fortë për ta bërë atë ardhmen. Unë besoj në Zot, edhe nuk besoj se gjithçka në këtë botë është rastësisht e krijuar. Edhe gjërat më të rastësishme nuk janë të rastësishme. Edhe natyra, Zoti nuk ka gabu, edhe syt i kemi përpara për të ecë përpara dhe për të shikuar përpara. Kjo moto më të heqë në jetë. Shumë e bukur. Unë këtu ka shumë shprehje në fakt, mirë po diçka për cilën rastisa edhe gjeta është që njerëzit harxojnë energji duke ankuar për gjërat që nuk varen nga ata. Sa gjëra nuk varen nga ne? Ka shumë gjëra që nuk varen nga ne, po gjërat të cilat varen prej neve, unë mendoj se duhet t'i bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë mendoj se ajo vaji ose njerëzit që qahen kanë frikë se me kalimin e kohës ajo do të futet në gjenet tona, edhe kohën të cilët ne harxojmë duke fajsuar njërin ose tjetrin, kohën të cilët ne qajmë se shteti i ka fajt, ky i ka fajt edhe ai ka fajt, për çdo ditë nga pak të punojmë me vetveten, nuk do të kemi problem me askënd. Jemi të lumtur. Po. Si ka ndiku jeta juaj, rrugtimi juaj që ju e keni zgjedh, sepse është një rrugtim i larmishëm, duhet thënë. Nuk është rrugtim, le të themi kështu si i gjithë studentëve të mjekësisë që në fund përfundojnë vetëm mjek dhe nuk kanë diapazon tjetër, ju njiheni për funksione të ndryshme. Si ka ndikuar kjo në gjithë këto thënie? Unë kam dashur dhe dua, e ceka më parë se vi prej një institucioni ku e kemi humanitetin në vend të parë, kam dashur nëpërmjet shembujve të cilët unë i kam kaluar personalisht, t'i marrë dhe t'i shkruaj që njerëzit ndoshta të frymëzohen dhe ta gjejnë vetveten aty, sepse zakonisht kur dikush ka një sukses të caktuar, ne e shohim vetëm njërën anë të suksesit, po jo ato sfidat dhe ato peripeti që i ka kaluar në jetë. Këtu janë të përshkruara të gjithë problemet, të gjithë peripetit, të gjithë ato rrugët e pa asfaltuara, pa ndriçuara, të gjithë ato sfidat të cilët mua ndoshta shpeshherë edhe më kanë fundosur, ndoshta shpeshherë më kanë lënduar, kam dashur nëpërmjet shembullit tim, t'i marr t'i shkruaj, se shumica janë thanje të cilët janë inspirative,
jeta më ka mësuar që prej problemeve dhe prej sfidave dhe prej dështimeve ta nxjerr mësimin, sepse vetëm atëherë ne mund të ecim përpara kur në çdo çështje ne nxjerrim mësim. Ne kemi problem me botën kur në çdo çështje tentojmë të nxjerrim problem. Ajo nuk është okay. Sa ne në fakt jemi të gatshëm për shprehje të tilla, sa ja lejojmë vetvetes të thellohemi edhe ti analizojmë këto thënie? Unë mendoj se thënjet dallojnë dhe ndryshojnë varësisht prej moshës kur i lexojmë. Shembull, kur e mora ta mbaja të përmbledhjen e thënieve, se të gjitha i kam pasur të shënuara, të shkruara në rrjetet sociale, edhe ishte një emocion i veçantë ku unë lexojsha se çka kam shkruar para 10 viteve, para 5 viteve, si atëherë kam përjetuar jetën, botën vetët, si sot. Edhe në periudha të caktuara, thanjet e mia autentike, unë i kam përjetuar ndryshe, sepse mundet këtu prej një thanje të merret dhe të shkruhet komplet një libër, se më varet se kush si e përjeton dhe kush si e sheh veten, edhe kush në cilën periudhë ose fazë të jetës është. Janë raditje kronologjike thanjet ose jo? Jo, nuk janë, po shumica e thanjeve janë thanje frymëzuese, sepse për të pasur një person sukses, këtë është bindja ime, mjafton që në jetën e tij së paku një person tjetër ta frymëzon që të jetë verzioni më i mirë i vetvetes. Sa bukur, kjo nevoja për të ndikuar edhe tek tjerët, sepse nuk është vetëm ta rregullojmë jetën tonë. Nevoja për të ndikuar tek tjerët, sepse nëse e marrim krishterizmin, nëse e marrim edhe islamin, ato janë shpërndarë nëpërmjet veprave të mira. Për kohën që kanë funksionuar, se për kohën që kanë zgjatë me shpejtësi të dritës, janë shpërndarë gjithandej vetëm me vepra të mira. Edhe unë mendoj se ne si popull duhet të vetëdijsohemi, të punojmë ditë dhe natë dhe të lëmë gjurmë, se emisioni juaj është gjurmët, të lëmë gjurmë, të lëmë vepra, sepse vetëm veprat jetojnë përgjithmonë. Merreni nëse marrim ja hedhim një sy artit, kulturës e kështu me radhë. Të gjitha ato vepra janë të cilët dikush i ka në periudhë të caktuar ose i ka shkruar ose ka pikturuar e kështu me radhë, po ato janë pjesë e shpirtit të tij. Edhe është një thanje, ajo ishte edhe në fjalimin që e mbajta në ditën kur u promovua libri, thotë kështu, vetëm autori e kupton atë lidhjen e veçantë me lexuesit, të cilët nuk i njeh, ndoshta asnjëherë nuk do t'i takon, por të cilët një ditë do ta kenë në duar shpirtin e tij. Sepse kjo është një vulë, kjo është një vepër e cila do të jeton më gjatë se unë. Shumë e saktë, në fakt çdo vepër e kalon jetëgjatësinë e autorit e mirë ose e keqe, ose në fakt nuk ka vepër të keqe, po si e shef njerëzimi të njëjtën. Unë jam larguar ka ca muaj që jam larguar nga bankat e universitetit, edhe më kishte marrë malli për ligjërat të tillë, por gjithsesi këto janë mësime jetësore në fakt. Këto janë mësime jetësore, këto janë mësime prej përvojës, prej përditshmërisë, prej kontakteve për çdo ditë me njerëz. Në institucionin ku jemi ne, është institucioni i cili ne nuk kemi spa qendër atje, po kemi vend ku i akomodojmë pacientët të cilët zakonisht vinë me gjendje shëndetësore të rënduar, edhe kujdesemi që ato momente që janë atje në mënyrë profesionale t'i përkrahim, t'ju kushtojmë kohë, sepse dini në jetë është shumë me rëndësi se kohën, si e harxojmë ne, me kë e ndajmë, si e ndajmë. Kemi plot njerëz me të cilët rrini 5 minuta edhe ju duket se janë 5 orë, se është kimia e cila dhe energjia që nuk përputhet, edhe keni njerëz me të cilët kaloni ndoshta 2 orë edhe ju duken si 2 minuta, sepse frekvencat janë të tilla. Koha është relative në fund të ditës, prej të varet se si e ndjejmë. Dashuri e parë, nëse e quaj, ndoshta edhe mund të gaboj mjekësinë për juve? Mjekësinë unë është punë të cilën e dua, edhe është punë të cilën e punoj me përkushtim.
Në institucionet tona, gjithandej, kemi dy lloj të njerëzve, ose dy lloj të kategorive të njerëzve të cilët punojnë nëpër institucione. Nuk ka më mirë se të punosh me njerëz të cilët e duan punën që e bëjnë. Njerëzit të cilët e duan punën dhe punojnë me shumë përkushtim dhe dashuri, ato janë njerëz të cilët flasin për ide, për gjithë shka që ka ndodhë në botë, për vizion, për kushtim, për punë, ndërsa kategoria e dytë janë njerëz të cilët nuk e duan punën që e punojnë dhe ata punojnë më së shumti si mos të punojnë. Se i ka faj bota, i ka faj fqinju, i ka faj ky, i ka faj aj. Mirë po koha është dhurata më e mirë që dikush një person mund t'ja dhuron një personi tjetër. Edhe unë mendoj se duhet kemi ne shumë kujdese si e harxojmë kohën tonë. Sepse unë nuk e di se sa do t'jetoj, mirë po do t'ja u bëj një spjegim kështu të shkurt. Jeta e një njeriut është si kjo gota me ujë, është e mbushur deri i lartë. Nuk e di nëse jetojmë. Unë i kam 44 vite. Gjysmën e gotës e kam harxuar pa e menduar hiç, pa e menduar fare, pa e vlerësuar këtë ujin që më ka dhënë Zoti ose nëna natyrë. Këtë gjysmën tjetër kam shumë kujdes me kënd e harxoj dhe si e harxoj. Me shumë përkushtim, në jetë duhen me kalu shumë vite, shumë muaj, që ne të fillojmë në jetë ti vlerësojmë sekondat, jo minutat dhe vitet, sekondat. Fakt, shumë pak njerëz din ta vlerësojnë kaq shumë kohën, ndoshta jemi aq shumë të përpir nga globalizimi edhe gjitha ngjarjet që po ndodhin, saqë harrojmë që edhe ne po na ikën koha. Me kalimin e kohës, mendoj se teknologjia ka predispozita që të zavendësoj gjithçka që është qenje njerëzore. Por ama nuk mund të zavendëson empatin, nuk mund të zavendëson atë që është hynore e ajo është shpirti jonë. Ne në jetë duhet të kujdesemi se çka duhet të konsumojmë, çka duhet të ham, apo çka duhet të ham, po. Mirë po është shumë me rëndësi në jetë ta zbulojmë dhe ta dimë se çka na hanë neve brenda. Momentin kur e zbulojmë se neve çka na grynë dhe çka na hanë brenda, ajo është momenti kur ne kemi një zbulim të burimit të problemeve. Edhe pastaj terapia është shumë e lehtë. Përpos tërë këtyre thënieve edhe punës së përditshme që ju e bëni, në fakt një pjesë të bukur ja ndani edhe temi zbukurimit të jetës së atyre që kërkojnë ndihmë në klinikët tuaj, sepse askush nuk shkon për qejf në mjek, sikurse që nuk shkohet tek avokati për qejf, ose ka disa profesione që ju gjinden njerëzve në momente të rënda të jetës tyre. Ju njiheni edhe për donacione, njiheni edhe për aktivitete të ndryshme që sadopak e zbukurojnë jetën e atyre që janë në halle. Te klinika prej ku unë vi, kemi pasur mundësi me menaxhmentin e atëhershëm të klinikës, bukfalisht të fillojmë të qajmë për hallet dhe probleme që ndër vite na ishin trashëguar dhe kemi pas mundësi të marrim dhe të krijojmë diçka. Për fat të keq, shteti te ne nuk ka pasur mundësi, ose ministria deri atëherë nuk ka pasur mundësi që të bën ndonjë ndryshim kështu me radhë. Motoja ime personale është që nëse diçka bëjmë në jetë, të jetë autentike dhe të jetë me vullën, të cilën ajo do të jeton gjatë. Atje kemi filluar prej zero, i kemi rreth 300.000 euro donacione për klinikën tonë, po është shumë interesant se njerëzit ose kompanitë të cilët kanë bërë donacione, na marrin në telefon përsëri dhe përsëri ofrohen për donacione, sepse ideja ka qenë mos të ketë keqpërdorime, mos të ketë probleme dhe kërkesat kanë qenë shumë praktike dhe shumë njerëzore, sepse na duhen këta mjetë ose na duhen këta kompjuter me këta performansa, edhe është për tu habitur, edhe i përgëzoj dhe i falenderoj publikisht, se sa kompani, sa individ, sa njerëz ndihmojnë. Mos të harrojmë se ne kemi një personalitet të shquar, i cili është prej Shkupit, për mua është një të frymëzim, është nëna Terez, që rrjedh prej Vatrave tona, e cila me bamirësi, me punë, me përkushtim, me vepra,
i ka rrëmby zemrat e krejt botës. Atje jemi për kujdes të klinika prej ku vi, jemi për kujdes që ti zbukurojmë edhe hapsirat ku qëndrojnë pacientët, edhe dhomat ku qëndrojnë pacientët, edhe koridorin, shembull ju ftoj kur të keni mundësi të vini për çaj edhe për kafe, mirë po koridorin ne kemi galeri të artit, sepse koridorin e kemi me piktura prej piktorëve tonë të njohur, si shqiptar, si maqedon, edhe i kemi atje me siguri dikon 30 piktura vepra arti, të cilat i kemi në për koridore. Jemi për kujdes që të ofrojmë kushte elementare, sepse është institucion shtetëror dhe motoja ime ka qenë për kolektivin, ne duhet këtë klinik bashk, jo vetë, ta bëjmë klinik shembull dhe klinik lider, se keni parasysh ne kemi atë bindjen se gjithçka çka është e shtetit nuk është e mirë, nuk funksionon, se këtu ka korrupsion, se ka gjithçka. Po, dal nga dal, me punë, me përkushtim, mendoj se deri diku ja kemi arritur. Kemi organizu tash frikë edhe një donacion të gastroklinika. Ishte kështu rastësisht drejtoresha, profesoresha Meri Trajkovska, të ne në repart, edhe i pëlqejo ajo rënditja e pikturave kështu me radhë, të lutem tha ka mundësi të organizohet edhe për klinikën tonë. Mora në telefon një prej piktorve, kemi mik të shtëpis, nëse mund t'ja përmende emrin, profesor Danqo Ordev, edhe thash, nderuar profesora, mundet ta bëjmë një donacion, mendova për 1 ose 2 piktura, ai tha, jo, do t'i organizoj të gjithë piktorët edhe bashkarisht ta marrim ta bëjmë një donacion. Atje i organizuam rreth 30 piktura, ka pas piktor prej Tetove, prej Gostivari, prej Kavadarcit, prej Prilepit, të Shkupit ka pas, se kështu me radhë, edhe ishte një event i mirë, ne organizum për piktorët mirënjohje prej klinikës, organizum stilografat brenduar me emrat e piktorëve, i ftum normal të gjithë mediumet, një hapi mirë, që të gjithë piktorët të cilët morën pjesë, publikisht në thanë se janë të interesuar me projektin e radhës, me klinikën e radhës. Tash në ndërkohë kemi paralajmërime prej klinikës syve, se edhe ata duan të organizojmë. Kështu që është për tu habit se sa njerëzit duan të ndihmojmë, vetëm Odiseu ka thënë koha e dur, arsyeja e dur, personi i dur. Jo me manipulime, jo me prapavija, jo. Qasja nëse është e sinqert, nëse qëllimi është i sinqert, besoni se ndihmojnë shumë njerëz. Si është eksperjenca e pacientëve në këtë rast, sepse klinikat janë vende të zymta, nuk janë vende kur ne shkojmë të lumtur. Kur i shohin këto piktura, kur i shohin këtë atmosferë, e bën më të lehtë procesin? Pikturat kur i kemi montuar në dhomat të klinika jonë, është fakt që duhet ta ceki, personi i cili ka bërë donacion, ka bërë donacion rreth 200 piktura, po piktura print, jo kështu të pikturuara. Ende nuk e kam takuar, se nëpërmjet rrjeteve sociale kemi kontaktuar, por çdo herë me fakte se ku janë montuar piktura që ta dinë se nuk kemi qëllim të bëjmë ndonjë sherr ose të bëjmë ndonjë dëm me pikturat. Momentin kur i kemi montuar në përdhoma, ka qenë një eksperiencë shumë interesant, një pacient që qëndronte aty, më thirrën mua, shkova aty, thash, urdhoni, çka mund t'ju ndihmojmë? Tha, e ku është ideja për këto pikturat? Zakonisht them me Jona, bashk. Thash, ideja është e Jona. Tha, unë këtu qëndroj 1 javë, 2 javë, e shoh murin vetëm ngjyrë të bardhë. Dhe kjo ngjyrë është monotone dhe ndoshta më ndikon mua në disponim. Me këta piktura, ju që i keni vëndu këtu, unë mundet një pikturë nga 5 kande të ndryshme ta analizoj, ta hulumtoj, ta studioj, e kur i kam 3 piktura të më shkon disponim, më ndikon pozitivisht. Ne jemi përkujdesur shembull edhe në koridoret, edhe në hapësirat e punës, në prapavit ketë një muzikë të lehtë e cila ndikon në disponimin e stafit mjekësor atje. Prap do të ndërlidhem me një thanje. Thotë,
muzika është çdo herë për jetën, po jeta nuk është çdo herë për muzikë. Kështu që në prapavi atje na shkon muzikë kështu e qetë, e butë, e cila ndikon në disponimin e stafit mjekësor edhe të pacientëve. Sa të rënda mund të jenë hallet ose sa të lehta mund të jenë hallet e qytetarëve të cilët kërkojnë ndihmë në klinikë? Ne punojmë për çdo ditë, unë kam qenë i angazhuar edhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Tash ne duhet të jemi autokritik edhe njerëzit shumë shpesh i dhrohen kur nuk mund ta bëjnë dallimin mes kritikës dhe këshillës. Kështu që ne duhet të bëhemi autokritik. Në momentin kur kam qenë në Ministrinë e Shëndetësisë, ne kemi pas shumë kërkesa për ndihmë t'ju ndihmojmë pacientëve. Normal, në maksimum jemi munduar që t'ju dalim dhe t'ju dalim në ndihmë. Edhe është shumë e thjeshtë kur sistemi poshtë nuk funksionon, është presioni shumë i lartë në ministri. Sistemi nuk funksionon te ne, sepse ne kemi kriju si shtet, si Ballkan, ne kemi kriju shtete të cilat funksionojnë, po nuk janë funksional. Shembull, mund të kalojnë për kontroll 50 pacientë dhe sistemi është i tillë që i kalon vetëm 10. Edhe janë ato listat e gjata me pritë kështu me radhë. Njerëzit të cilët drejtohen atje te ne janë njerëz të cilët kanë halle, kanë probleme. Edhe tash numri im është në dispozicion për secilin pacient, se thjesht dua të ndihmoj. Edhe telefoni im nuk ndalet 24/7, kur ju them 24/7 me plot kuptimin e fjalës, edhe më ndodh shpesh herë që takoj njerëz të cilët ndoshta ata më njohin dhe unë nuk i njoh, po në një moment caktuar ju kemi ndihmuar. Kërkesat zakonisht janë për termine, për intervenime të ndryshme kështu me radhë, edhe jemi të përkushtuar për t'ju ndihmuar, sepse askush, ama asnjëri atje nuk vjen se nuk ka hall tjetër, po të shkon. Vinë zakonisht njerëzit të cilët i kanë ato problemet e veta, kanë gjendje shëndetësore të rënduar me probleme të ndryshme, po ne duhet kemi kujdes me qasjen tonë, me fjalët tona, me fjalit tona. Nëse vjen pacienti dhe gjendja nuk e ka mirë, zakonisht është ajo pyetja, po ku je deri tash? Ajo nuk është e mirë. Sekondën që ka ardhur duhet të pritet, trajtohet si duhet, të gjithë njëjtë, pa dallim feje, etnie kështu me radhë. Edhe unë jam i përkushtuar për ta ndihmuar tërkohën. Ne jemi një ekip kolegë të cilët jemi bërë bashkë për ta shërbyer çdo qytetar. Ideja e kolektivit që jemi organizuar, kemi marrë dhe kemi caktuar nga një kushtimisht thënë koordinator i klinikës së vet, dhe ideja është që këta kolegë ose këta miq, këta shok të njihen fillimisht mes vete, sepse qendra klinike universitare i ka 34 klinika, dhe të mund t'ja letojmë punën njëri tjetrit me idenë që secili te klinika vet të ndihmon dhe të mbaron punë. I kam disa foto dikun në kohën e pandemisë, kur kemi ofruar për pacientët çaj. Kohë dimri, edhe të gjithë pacientët janë normal me maska, edhe bëhet shumë pacient për me njëherë, edhe ne e praktikojmë kur ka shumë fluks të madh të pacientëve, ju marrim edhe ju japim pacientëve çaj. Besoni se reakcionet shpeshherë janë, po sa kushton kjo? Ose reakcioni është, mos është ndonjë kamerë fshef, se nuk janë të mësuar me atë qasje. Unë kam punuar privat në një poliklinik private, dhe përvojën që e kam marrë atje, më ka shërbyer shumë në jetë, edhe kisha pasur dëshirë të gjithë ata të cilët punojnë në institucione shtetërore, nëse mundet ndonjëherë të bëhet, le të shkojnë 1 vjet ose 2 vjet të punojnë privat dhe ta shohin se si duhet qasja, si duhet trajtimi, si duhet buzëqeshja. Buzëqeshja është një vijë e lakuar e cila rregullon shumë gjëra në jetë. Edhe pacienti i cili ka ardhur te ne, ati nuk i intereson 1% se unë kam probleme në shtëpi, a kam probleme në lagje, e kështu me radhë. Ati intereson fjala e mirë, sepse mendoj se fjala e mirë shëron. Fjali më e mirë se fjalia të dua, është fjalia këtu jam për ty.
Kështu që ne jemi këtu për pacientët tonë, jemi të hapur, jemi në dispozicion, mund të më shkruajnë edhe më shkruajnë për çdo ditë në profilet të mia në rrjetet sociale, mund të më paraqiten, sepse prap do të lidhem me një thënie prej librit, kur profesionin e keni vizion, atëherë keni mision të kompletuar. Ishim te klinika e pulmologjisë, cilat janë ato gjëra që ndoshta mungojnë në vende tjera e që njerëzit mund t'i gjejnë te klinika, sidomos ndoshta të punësuarit, se harrojmë se sa e rëndësishme është t'i kënaqim edhe njerëzit që punojnë aty. Ne jemi e vetmja klinik e cila organizon 6 vite me radhë punonjësit më të mirë të vitit. Të gjithë të punësuarit i marrim kështu në fleta A4 format, i kemi të gjithë kategoritë, të gjithë votojnë në mënyrë anonime, i kemi mjekët, motrat medicinale, transportuesit, pastruesit, punonjësit administrativ, punonjës në kategorinë mund tjetë laborant, rentgenolog e kështu me radhë, edhe e kemi njësinë më të mirë. Të gjithë votojnë, marrin në mënyrë solemne, e marrim e organizojmë në amfiteatrin e klinikave interne, e ftojmë komplet stafin e klinikës, ju japim mirënjohje, ju japim stilografe dhe ju japim shumë të parave prej 200 eurove. Në fillim kemi fillu si ide, kemi filluar dikun me 50 euro, po ishte iniciativa edhe ajo mënyra se zakonisht ne pretendojmë se dikush është më i mirë ose dikush është pak më i mirë, po momentin që filluam ta praktikojmë këtë, ishte një mehanizëm ku e shes se cili sa vlen te kolektivi, mes vetes se kush sa, edhe dikush që vjen edhe ankohet se ka problem me komplet klinikën, e marrim dhe dëgjoj këtu, askush s'ka votu për ty, që reflekto edhe merr masa. 6 vite me rende organizojmë këtë, jemi të vetmi që organizojmë në qendrën klinike në institucion shtetëror shëndetësor. Për vitin e ardhshëm planifikojmë në koordinim me menaxhmentin e klinikave të tjera, dëshirojmë dhe punojmë ta realizojmë, që ta organizojmë për komplet qendrën klinike universitare, sepse ato ndihma sa i përket mjeteve është okay, mirë po është edhe ajo pjesa ku dikush e vlerëson punën tuaj. Njëkohësisht i marrim parasysh edhe lëvdata që i marrim prej pacientëve. Sepse kemi, normal pacienti është i kënaqur prej dikuj, edhe kemi një vend aty ku i nxjerrim këto mirënjohjet, edhe ato ndikojnë në pikët pse kush është më i miri. Në fakt, kjo është një motivues edhe për punëdhënësit aty, se të punohet më shumë, se shumë shpesh ka ankesa për institucionet shtetërore. Kjo është një mënyrë e mirë të vlerësohet puna e gjithë secilit. Është normal se ne jemi Ballkanas që çdo herë dikush thot po jo është dashur ky të fiton dhe ai, edhe për atë është kjo e bërë në mënyrë anonime secili të voton. Mendojmë se është mënyra më e mirë që gjithë secili ta sfidon veten dhe ta shese sa ka vlerë dhe sa ka peshë. Njeriu në jetë ka vlerë dhe peshë sa ka peshë fjala e tij dhe vlerat e tij. Ne jemi drejt fundit të bisedës, mos na ka mbetur diçka pa biseduar e që duhet ta bisedojmë. Unë jam këtu, ndihem shumë komod, ndihem shumë mirë. Ju përgëzoj për emisionin, ju falenderoj për kohën që e keni nda, për hapësirën dhe mundësinë që ma keni dhënë. Nuk do ju lëshojmë edhe pa një thënie, pa na e thënë në fund. Edhe pse gjatë emisionin duket po t'i numërojmë kanë dalë mbi 10 thënie që janë thënë këtu, po na e thonë edhe një përfund kështu për ta mbyllë. Tash nuk e di për cilës, ata marrë të hapin kështu. Jo, mund ju ta merrni, ta hapni librin ku doni ju. Mundet ju hapeni ku doni librin. Okej, këtu ka shumë, po shiko kundërshtarin tënd për të kuptuar sa i madh është problemi yt. Po. Një sqarim të shkurtër fare? Kjo mund të ndërlidhet dhe të spjegohet se kundërshtari juaj është i fuqishëm dhe i fortë po aq sa jeni ju të dobët. Kështu që nuk ka dikush se është ne si e përdorim, se është shumë i fuqishëm dhe shumë i fortë. Jo, të filloj prej vetes. Gishtin ka vetja për çdo gjë. Po zakonisht kur fajsojmë ne dikend,
pakeq kuptime, ne e drejtojmë gishtin ka dikush tjetër, po 3 gishta janë ka ne. Të reflektojmë ne. Ne t'jemi verzioni më i mirë i vetvetes. Vetëm kështu ja dalim. Unë ju falenderoj shumë sot për kohën dhe për këtë bisedë, për këtë vepër dhe uroj që vepra ardhshme të vjen sa më shpejt, një përmbledhje tjetër me thënie që edhe një herë të ulemi dhe të flasim këto, dhe shumë suksese në punën e përditshme që ju e bëni me pacientët. Falenderit juve, falenderit stafin, shpresoj se së shpejti do të shihemi prapë me vepra të ngjashme. Patjetër që po. Ne mbyllim këtu emisionin edhe për ditën e sotme. Tërë këto shprehje na e kanë bërë kështu kokën aq të mbushur, mirë po kemi nevojë të ulemi dhe të procesojmë dhe mbi të gjitha të kthehemi nga vetja. Mendoj që kjo do të ishte thelbi dhe patjetër secili mund ta merr librin, ta lexon, t'i lexon gjitha thënjet, edhe të mësojmë pak më shumë për jetën. Por gjithsesi, unë ju le takim nesër në po të njëjtin orar, mirupafshim.